Shikohes të ndëruar, ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në Money Report. Unë jam Genta Dobra, bashkë do t'jemi në vijim për të njohur dhe me zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Së pari, shohim shkurt lajmet për të ekonomisë. Prokuroria e Durrësit hap kontejnerët me mbetje që ndodhen prej një viti në Porto Romano për verifikimin e tyre nëse janë apo jo të rrezikshme. Monstrat e marra do t'i nështrohen analizave laboratorike. Hetimet po drejtohen nga Prokuroria e Durrësit, ndërkohë 102 kontejnerët e nisur drejt Tajlandës u kthyen në port në fund të tetorit të vitit kaluar pas dyshimeve për mbetje toksike dhe u zhvendosën në zonën e Porto Romanos, ku ndodhen nën mbikëqyrje të rrept policore dhe monitorim 24 orësh me kamera sigurie. Gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest në burg për 3 personat arrestuar për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaj. Ekzekutori Elvis Shkambi dhe xhaxhai i tij i kërkuan ndjes familjes së gjyqtarit, duke thënë se vrasja ndodhi për shkak të tronditjes së rëndë psiqike pasi kalvarit të gjatë nëpër gjyqe. Elvis Shkambi akuzohet për 3 vepra penale, ndër të cilat më e rënda vrasje funksionarëve publik. Xhaxhai i tij John Shkambi nxiti nipin të kryente vrasjen, ndërsa roja e sigurisë i akuzuar për shpërdorim detyre tha se ka probleme me shikimin dhe kishte kërkuar edhe zëvendësimin. Ndërkohë, siguria në gjykata u bë edhe objekt debati në kuvend. Në fillim të seancës, deputetët mbajtën 1 minutë heshtje për të nderuar gjyqtarin e vrarë në detyrë Astrid Kalaja, por opozita tha se kjo nuk mjafton dhe kërkuan debat për sigurinë e gjyqtarëve dhe njerëzve të drejtësisë. Opozita u përpoq të fajsojë ministrat e brendshëm dhe të drejtësisë, madje duke lëshuar dhe ofendime ndaj tyre. Gjyqtarët e të gjitha gjykatave në vend të thirrur nga kreu i gjykatës së lartë në një takim në Këshillin e Lartë Gjyqësor diskutuan për sigurinë e togave të zeza. Shqipëria përballet çdo 3 minuta me sulme kibernetike. Në konferencën kibernetike të NATO-s që po mbahet në Tiranë, kryeministri Rama theksoi nevojën e bashkëpunimit të përbashkët kundër luftës kibernetike, teksa u ndal te sulmi kibernetik i Iranit. Rama shtoi se vetëm gjatë këtij viti kanë qenë 48 sulme që kanë lënë gjurmë në sistem, por që nuk kanë arritur të shkaktojnë dëme serioze, kjo edhe për shkak të integrimit të inteligjencës artificiale për të forcuar mbrojtjen kibernetike. Shqipëria përballet me një sulm kibernetik çdo 3 minuta. Gjatë vitit të fundit 48 të tilla lajnë gjurmë, por nuk bën asnjë dëm të konsiderueshëm. Kryeministri Edi Rama foli për infrastrukturën e vendit tonë para përfaqësuesve të vendeve anëtare të NATO-s, pjesëmarrëse në konferencën për mbrojtjen kibernetike që Aleanca po zhvillon në Tiranë. Kur vjen fjala për infrastrukturën tonë shtetërore, qoftë kjo digjitale ose fizike, përsëris me krenari jemi mes më të mirëve. Kjo sepse ma mendja. Kemi qenë mes të parëve fare që kombinuan mbrojtjen kibernetike me inteligjencën artificiale dhe është inteligjenca jonë artificiale brenda këtij muri mbrojtës kibernetik që bën punë 24 orë në ditë, 7 ditë të javës për të zbuluar në faza shumë të hershme potencialin e sulmeve të dëmshme, por kjo është vetëm një anë e medaljes. Pësimet janë kthyer në mësime dhe për sektorin privat. Megjithatë, sipas kryeministrit Edi Rama, prej tyre duhet më tepër ndërgjegjësim. Tani mund themi me paksa çlirim që kur vjen fjala për sektorin bankar, niveli mbrojtjes është i lartë, po aq sa është i lartë kur vjen fjala për sektorin energjetik, por thënë kjo ka shumë më tepër për të bërë. Pasi i tregoi për situatën me të cilën është përballur Shqipëria, kryeministri bëri një apel dhe për vendet e NATO-s.
It's very important to Kur bëhet fjalë për mbrojtjen kibernetike, nuk është ide e mirë të qëndrosh më vete, përkundrazi është një ide shumë e mirë që të bësh pjesë e qendrës për mbështetjen kundër incidenteve, një nismë e NATO-s për të mbledhur të gjitha vendet dhe për të formsuar një mbrojtje shumë më të fortë përmes ndarjes së të dhënave tona, përpjekjeve tona të përbashkëta dhe përmes ndarjes së infrastrukturës, dhe kjo është thelbësore. Shqipëria është një nga vendet e para që është bërë pjesë tashmë dhe do të uroja që të gjitha vendet të bëheshin pjesë në të kundërt. Do të na duhet të bëjmë një gjë të tillë, por pasi ta kemi marrë një mësim në kurriz. Fjala është për qendrën e integruar kibernetike në Belgjik, përmes të cilës NATO do të informojë vendet anëtare për rreziqet. Sekretari i përgjithshëm Mark Rutte tregoi planet e aleancës përmes një videomesazhi. We plan, train. Ne jemi stërvitur, kemi kryer operacion në hapësirën kibernetike dhe kundërshtarët e dinë se shkelja e hapësirës mund të vënë në lëvizjen e NIN-5. Në Belgjik ne po ngrejmë një qendër të integruar të kibernetikës në NATO dhe do të informojmë komandat e NATO-s për kërcënimet e rreziqet në hapësirën kibernetike, duke përfshirë edhe infrastrukturën kibernetike dhe ushtarake. Në Hag, në verë am dakord që do të arrijmë shpenzimet 5% për mbrojtjen pro edhe për investimet e tjera. Kjo do të thotë se mbrojtja jonë do të bëhet më e fortë dhe më rezistente te kërcënimeve kibernetike. Po kështu vendet janë përgjegjëse për mbrojtjen, por NATO ofron një rrjet unik, përmes të cilës aleatët mund të reagojnë te kërcënimeve kibernetike. Gjatë këtij forumi 2 ditor në Tiranë, vendet anëtare do të ndajnë praktikat më të mira për t'u përgjigjur çdo sulmi të mundshëm në epokën digjitale. Mirë, do të flasim gjërësisht në lidhje me këtë çështje në kohën e zhvillimeve të vrullshme teknologjike, duket se shtohen kështu edhe sulmet kibernetike, duke u kthyer në një sfidë jo vetëm për Shqipërinë, siç u lakua sot në konferencën e NATO-s që në një samit që mbahet tashmë në Shqipëri, por në një sfidë globale. U tha që Shqipëria ndërkohë çdo 3 minuta përballet me një sulm kibernetik. U theksua nevoja dhe domosdoshmëria e bashkëpunimit edhe me vende të tjera në këtë drejtim. Kryeministri Rama tha se janë marrë edhe masa të duhura, po themi, për të parandaluar edhe sulme, siç kanë qenë ato të Iranit, 48 të tilla janë regjistruar përgjatë këtij viti, ku është integruar ndër të tjera në këtë proces pra për të forcuar mbrojtjen kibernetike edhe inteligjenca artificiale. Gjitha këto çështje, unë kam kënaqësinë që të diskutoj me zotin Shahin Dokuzi, ekspert për teknologji. Mirë se erdhët në Mani Report. Faleminderit. A duhet jetë siguria kibernetike, po themi, një prioritet kombëtar, duke marrë parasysh se është kthyer tashmë në një sfidë globale, jo vetëm në vendit tonë? Po, absolutisht, siguria kibernetike është prioritet kombëtar jo vetëm në vendin tonë, por në çdo botë. Siç e dimë dhe sot, luftat nuk është se pjesa me vështirë nuk ndodhin me, le të themi, me armë në dorë, por që me dronë, që janë gjitha pajisje teknologjike. Siç e shohim dhe frontet e luftës, siç ka Izrael me Hamas, janë gjitha me dronë, kështu që teknologjia duhet bëj që t'i ndaloj. Do të thotë vetëm sulmet janë në formë kibernetike, do të thotë. Kemi një raport të publikuar pak ditë më parë, ku Shqipëria përmirësohet me gati 39 pozicione, duke rënditur e 15 në botë për sigurinë kibernetike. Ku mendoni se vendi ynë ka bërë më shumë përparim, po themi, në këtë drejtim? Të themi, ky është një raport i një organizate që teknikisht nuk është se ka testuar fizikisht se sa të saktë janë, po vetëm merr raporte se çfarë secili shtet ofron. Kështu që teknikisht ne jemi përparuar. Mirë, do presim pak çast sa të rilidhemi sërish me zotin Dokuzi, po mund të avijoni diskutimin? Po. Duket se kemi pak sa probleme teknike, diskutojmë për sigurinë kibernetike, mbahet në Tiranë edhe një konferencë e NATO-s, në fakt pikërisht për forcimin e mbrojtjes kibernetike. Nuk e di nëse më dëgjoni tani? Do të ne kemi përparuar për shkak se kemi përshtatur legjislacionin 22 të Europës në lidhje me rrjetin apo se si duhet të jenë e gjithë infrastruktura në lidhje me sulmet kibernetike apo me kujdesin ndaj kompjuterave dhe kjo na ka rritur pikë normalisht. Është një pikë e rëndësishme edhe përshtatja e legjislacionit. Përshtatja e legjislacionit, po patjetër. Kështu që kjo ka detyruar dhe institucione shtetore dhe private që të jenë të kujdesur të investojnë. Kështu që kjo ka sjellur rritjen e pikëve dhe na ka renditur në vend të 18. Kush janë sistemet që preken më shumë nga sulmet kibernetike, qoftë kjo sa i përket sektorit shtetëror, po edhe në privat, ku dominojnë, po themi?
zakonisht le themi një institucion shtetor synojnë gjithmonë tek e-Albania, duke qenë se ne jemi pothuajse vetëm shtet që dënat i kemi online, sikurse edhe vetë Europa ose Gjermania ka dënat në fleta, ndërkohë që ne kemi çdo gjë dhe kjo është komoditet normalisht. Kështu që normalisht gjithë synojnë që të sulmojnë e-Albania, në sektorin privat normalisht janë banka sepse aty ka para, por që banka ka një infrastrukturë shumë të sigurt, përveç se secila bankë jon ka dhe deg jashtë, kështu që infrastruktura është e mbështetur dhe e krijuar dhe mbas të palëve të tyre jashtë, se siç e dim banka shqiptare më së shumti janë me aksionerët tuaj, kështu që siguria atje le të themi është në nivele shumë të kënaqur. Për sa i përket subjekteve private të tjera, normalisht që mundohen të investojnë, duke qenë se edhe pajisjet teknologjike janë shenjta, por që në aq kapacitet sa munden. Për të mos e shkëputur linjën logjike, kanë marrë masat e duhura, po themi, po e shohin po e sheh edhe sektori privat si një sfidë, sulmet kibernetike që ndodhin vazhdimisht, apo ende nuk e kanë marrë seriozisht? Jo, absolutisht po, se ndodhin dhe sulme në sektorin privat, asë mund tjetë edhe thjesht një dyqan, ati prishet programi financiar, kështu që për atë nuk shet dot, nuk vendos, kështu që nuk është thjesht cënimi direkt në para apo dëna private, do të thënë cili do subjekte, qofte edhe një subjekti fundor, që sulmohet i prish punë. Plus që kemi dhe institucion shtetor AKCK që i detyron subjektet private, varësi të nivelit të informacionit që ato kanë, që të përparohen në vetvete. Pra, i detyron që të mbajnë X firewall mbrojtës, dhe më thënë X pajisje për të mbrojtur, dhe nuk është më si më parë. Kanë edhe kontrole në lidhje me këtë gjë, dhe i detyron që t'jenë disi më haj, më lartë, dhe më thënë, në lidhje me sigurinë. Pra pavarësisht është një kosto të shtuar, le ta themi kështu, edhe në mirëmbajtjen e këtyre sistemeve, është një domosdoshmëri për gjithë sektorët. Po, patjetër, po. Nëse flasim për bashkëpunimin, ajo që u lakua sot në fakt si domosdoshmëri, sa e rëndësishme është që Shqipëria ta zgjerojë këtë bashkëpunim dhe me vendet të tjera, të cilat preken her pas here edhe nga sulmet kibernetike, po për të marrë dhe nga eksperienca e tyre. Mirë, duket. Është rëndësishme normalisht që Shqipëria të jetë gjithmonë në kontakt me vendet e huaja, duke qenë se gjitha le të themi pajisjet apo software të sigurisë prodhohen jashtë. Normalisht ne i blejmë nga ata, mësojmë nga ata, siç kemi partner Microsoftin në United States. Kështu që normalisht na duhet që të jemi gjithmonë kontakt me ata për të updateuar me sulmet e reja apo software të ri mbrojtjes, firewall të ri, pajisje të reja, duke qenë se ne vetë nuk prodhojmë, po vetëm zbatojmë. Kështu që teknikisht do duhet që të marrim mendjen apo të jemi gjithmonë kontakt me ata për të shkëmbyer informacion. Kështu që kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Do të thënë se mund të jemi mbrojtur sot, por çdo ditë avancojnë sulmet, avancon dëmi, kështu që teknikisht duhet të jemi në përputhje ose në kontakt, sikur dhe jemi për shembull me NATO apo me organizata tjera, që çdo lloj gjëje ne i implementojmë sikur ata na thon pra, nëse ndodh një sulm në Shqipëri një niveli të lartë, se teknikisht u raportu për 48 sulme në vit, por këto janë të nivelit të lartë, se realisht ndodhin miliona sulme. Pra brenda ditës, që nuk janë le të themi të dëmshëm, që depërtojnë edhe brenda sistemeve. Që janë të momentit, po, ndërsa 48 mund të kenë qenë sulme që mund të kenë arritur të nxjerrin dhëna, si dhe që kanë dalë këtë vit dhëna tjera, përveç 2022-shit. Normalisht ne shkëmbejmë se si u sulmuam që edhe pala tjetër që është pjesë e Unionit të NATO ose tjerë të marrë info nga kjo dhe ata shkëmbejnë me ne, kështu që gjithë përparojnë duke marrë defektet ose duke ditur mangësitë e njëjtë tjetrin. Dhe normalisht është edhe duhet të operon. Një nga sfidat sigurisht është gjetja e punonjësve të teknologjisë të kualifikuar. Mbetet kjo për ne është një shqetësim që është adresuar, si e gjykoni ju? Edhe një lutem, si isha. Një nga sfidat mbetet gjetja e fuqisë, po themi, punëtore të kualifikuar, specialistë të teknologjisë që i përgjigjemi njëherë edhe këtyre sulmeve që ndodhin. E kemi ne këtë problematik, apo është adresuar, po themi, nisur edhe nga këto sulme që ndodhin vazhdimisht? Më së shumti mbrojtja jonë varet nga pajisja apo nga sisteme që janë bërë nga Microsoft, le themi, po teknikisht kemi edhe mungesë të ekspertëve. Normalisht që kemi ekspert, por që janë të pak në numër, se më së shumti, duke qenë se pagat me gjithë të IT-ve janë rritur dhe janë indeksuar, si ka thënë dhe Prime Ministri, që pagat e IT-ve do shkojnë në një nivel më lart se ç'kanë qenë. Prap nuk janë aq përqyeshëm sa të rinë në Shqipëri, domethënë, teknikisht secili mendon pagën e vet, por që jashtë paguajnë shumë më shumë. Kështu që normalisht edhe emigrojnë. Pra dikush që rinë sepse nuk është se merr pagën nga institucioni dhe rinë me atë, por që punon dhe shumë privatisht. Teknikisht kjo e bën që të emigrojnë. Pra mund të themi që duhet të zgjerohen edhe mbështetja në këtë drejtim? Po, patjetër, normalisht po. Do thënë, le themi ka shtete që IT-n e vënë si punën më të dytë të rëndë, vetëm për këtë gjë, domethënë, duke qenë se çdo gjë sot varet nga kjo. Ndërsa në Shqipëri është akoma në nivel si çfarëdo lloj pune, megjithëse vlerësohet pak më shumë, po jo aq
pëlqyeshëm sa ti mbaj në Shqipëri. Kështu që normalisht edhe dhe mungesë të ekspertëve. Flasim për sulmet kibernetike që ndodhin në sektorin shtetëror, në sektorin privat, po ndërkohë ka edhe, po themi, edhe mesazhet mashtruese që janë në drejt për drejt tek individët. Sa shqetësuese janë? Si mund të mbrohen qytetarët, po themi? Duhet të jenë shumë vigjilent. Këto mesazhe prekin direkt individin, xhepa tan, domethënë, le themi që mesazhe që të ka ardhur një pako, fut le themi kartën e kreditit për të paguar postën $2, ndërkohë që sulmuesi të merr të gjithë kartën dhe në këtë rast mund të marrë $2.000 apo sa mund ta kesh limitin. Normalisht ato i çojnë me emra, le themi, posta shqiptare e me 2 në fund, gjë që teknikisht syri nuk është e vërtet, thjesht e lexon si posta shqiptare, po që edhe fusi kartën e kreditit, kështu që direkt marrja në parat, do të thënë ai nuk cënon pajisjet tona, synimi është që të marrë direkt kartën e kreditit. Vjedhja të dhënave bankare. Duhet kemi patjetër, kështu që po mori atë, ai e shpenzon diku tjetër, bën diçka tjetër dhe mbaroi. Pra nuk lodhet fare, thjesht me një email apo me një SMS, hiqet si një bank, vendos emrin e bankës si shton një gërm që Syron mund të mos ta kapi fare, edhe ne thjesht veprojmë duke di që është pa ajo domethënë. Kështu që thjesht duhet jemi vigjilent ose të pyesim a është saktë. Teknikisht banka shqiptare nuk kërkojnë që ne të fusim kartat diku ose të paguajmë, domethënë ose poshta shqiptare se ka aplikacion. Pra duhet një rritje ndërgjegjësimi dhe një kujdes më shtuar nga ana e qytetarëve. Po, patjetër, se ka pas shumë raportime, po, sepse u duket fiks le themi apo tani që shqiptarët kanë mësuar dhe të blejnë online shumë, edhe çdo gjë që është online dhe çdo link që u vjen e shohin sikur është një dyqan i sakt, fusin dhënat, po që u merren pastaj. Pra bashkë me këtë anë të mirë ka dhe rreziqe që duhen marrë në konsiderat. Po, absolutisht. Edhe nuk është se mund t'i marrësh dhe para, se banka nuk është se mban përgjegjësi për shumë që harxhon. Nëse ndodhin nga këto sulme. Po, patjetër, po. Mirë, zoti Doguzi, ju falenderoj shumë që ishit sot me mua në Money Report. Faleminderit. Ne do shkëputemi pak çaste dhe rikthehemi sërish në studio me të tjera zhvillime. Mirë, do të shojmë tani një zhvillim të minutave të fundit pasi gjykata kushtetuese ka pezulluar dekretin e presidentit Bajram Bekaj sa i takon zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Shkoj në një komunikim të drejt për drejt me kolegen Erneta Shevroja për të na sjellë më shumë detaje në lidhje me këtë vendim. Erneta, të përshëndes, çfarë është vendosur nga gjykata kushtetuesa? Çfarë ndodh me zgjedhjet e Bashkisë së Tiranës? Lajmi që vjen nga gjykata kushtetuese ditën e sotme është se në datën 9 nëntor nuk do të ketë zgjedhje për Bashkinë e Tiranës, pasi 5 bashkitë e tjera nuk do të preken. Gjykata kushtetuese ka vendosur që të pezullojë dekretin e presidentit Bajram Bekaj, i cili kishte caktuar datën 9 nëntor si datën e zgjedhjeve të pjetshme. Ditën e sotme në gjykatën kushtetuese është mbledhur e gjithë trupa e kësaj gjykate për të shqyrtuar, ende nuk e dim saktësisht nëse janë shqyrtuar të dyja pa ditë, apo është shqyrtuar vetëm pa dija sa i përket dekretit dhe datës së zgjedhjeve, por vendimarrja aktualisht në këtë moment që po komunikojmë dhe konfirmimi është se në datën 9 nëntor nuk do të ketë zgjedhje pas gjykata kushtetuese ka vendosur që të pezullojë dekretin e presidentit Bajram Bekaj, dekreti i cili ishte ankimuar nga ana e avokatëve të ish kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe ditën e sotme kemi një vendimarrje të gjykatës kushtetuese. Sipas informacioneve, zyrtarisht ka qenë një vendim një zëri të gjithë trupës së gjyqtarëve, pra 8 gjyqtarët kushtetues të cilët kanë vendosur që të pezullojnë dekretin e presidentit Bajram Bekaj, ndërkohë që në vijim do të përpiqemi të kemi detaje më të gjera sa i përket kësaj vendimarrje, ndoshta do të kemi edhe një ose një sqarim zyrtar nga ana e gjykatës kushtetuese, por siç e tham, ka pasur 2 padi në gjykatën kushtetuese nga avokatët e Erion Veliaj, padia e parë e cila e quante jo ligjor shkarkimin e kryebashkiakut Veliaj nga Këshilli i Ministrave dhe padia e dytë kërkonte që të shpallej i paligjshëm dekreti presidentit Bajram Bekaj që caktonte datën e zgjedhjeve, pra 9 nëntorin dhe një herësh e cilësonte atë të paligjshëm dhe kishte të specifikuar kërkesën për pezullimin e kësaj date, pezullim i cili tashmë është vendosur nga trupa e gjykatës kushtetuese. Erneta Shevroja, falenderoj shumë për detajet që përcolla.
Rikthehemi ndërkohë të lajmet nga ekonomia, pavarësisht se kanë rritur numrin e refuzimeve të aplikimeve për hua, bankat kanë dhënë më shumë kredi në pjesën e parë të këtij viti. Referuar statistikave të Bankës së Shqipërisë, janë akortuar 2 miliard euro kredi të reja, duke parë një rritje me 2.5% më shumë se krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ekonomia shqiptare është mbështetur me më shumë kredi gjatë këtij viti. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se kredia e re akorduar nga bankat gjatë 6 mujorit të parë ishte 200 miliard lek ose 2.5% më shumë se sa kredia e re raportuar gjatë 6 mujorit paraardhës dhe 12% më e lartë në krahasim me një vit më parë. Fluksi i kredis për sektorin e individëve për 6 mujorin rezultoi 70 miliard lek nga rreth 50 miliard që ishte në 6 mujorin paraardhës. Rritja ka ardhur kryesisht sipas rritjes së fluksit të kredisë së re të marrë për blerje pasurish të paluajtshme. Fluksi i kredisë së re për bizneset ndërkohë rezultoi 6% më i ulët se vlera e 6 mujorit paraardhës, ndërkohë që norma mesatare e kredisë ka pësuar një rënje të lehtë, më ndjeshme kjo në monedhën europiane. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore, norma mesatare e interesit për kredi në të gjitha monedhat ra lehtë në nivelin 6.4%. Nëse vërejmë normën mesatare për kreditë e reja në lek, norma gjatë periudhës ishte 6.8%, duke mos treguar ndryshime të rëndësishme, ndërsa norma mesatare e interesit për kreditë e reja të akorduara në euro u ul nga 6.1% në 5.8%, e ndikuar direkt nga kursi i këmbimit, por pavarësisht këtyre treguesve, bizneset dhe qytetarët po preferojnë më shumë kredi në monedhën kombëtare. Edhe në terma vjetore, curia paraqitet e ngjashme, pasi vërehet se peshën kryesore të rritjes e mban kredia e re në lek, ndonse edhe kredia në euro ka pësuar një shtesë. Kemi ardhur në fund të mani report edhe për sot. Zhvillimet të tjera i ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare abc.news.al, po ashtu informoni në korale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bashkë do ndajmë.